أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Falënderimet, lavdërimet janë për Allahun dhul Xhelal, salatet dhe selamet mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusmi Allahun madhruar që në këtë ditë bekuar të Ramazanit, Allahu dhul Xhelal të na falë gjunahet tona, lusmi Allahun dhul Xhelal që Allah t'i pranon ibadetet tona dhe Allah të na nxjerr nga ky muaj i bekuar i Ramazanit të falur për gjunaheve dhe mëkate. Të dashur vëllezër, pra siç e dim, jemi në pjesën e fundit të Ramazanit, është dita 24 dhe shpresojmë që në këtë ditë të arrijmë edhe natën e Kadrit, e cila është natë me vlerë, siç thot Allahu dhul Xhelal, më me vlerë se 1000 muaj. Dhe sigurisht se kemi ndëgjuar për vlerën e natës Kadrit, por ajo për të cilën sot do të flasim para jush është rreth një hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam apo një lutje të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam ja mësoi bashkëshortës vet Aishës radhiyallahu anha. Besoj që edhe këtë kemi dëgjuar kur Aisha radhiyallahu anha e pyeti pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i tha: "Ja Rasulullah, çfarë nëse e di unë se në cilën natë bie nata e Kadrit apo është nata e Kadrit, me çfarë lutje më mëson që t'i lutem Allahut dhul Xhelal?" E pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha: "Qulu li", dha thuaj: "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Pra nëse shikojmë këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam ka 3 çështje. E para, Allahumma innaka afuwun. O Allah, më të vërtet ti je falës. Pra ajo që do të fokusohemi në këtë hadith është do t'i ndajmë 3 pjesë. Pjesa e parë ku pejgamberi alayhi salatu wassalam e mëson bashkëshortën e vet që me njoh një cilësi dhe një atribut apo emër të Allahut dhul Xhelal, e që është prej emrave të bukur të Allahut dhul Xhelal, emri El-Afuf. Pra ne dim se Allahu dhul Xhelal në Kur'an ka thënë: "Walillahi al-asma'ul husna", me të vërtetë Allahut i takojnë emrat e bukur. Fad'uhu biha, dhe luteni Allahun dhul Xhelal me ata emra, me 99 emra, siç ka ardhur në hadithin pejgamberit alayhi salatu wasalam që ka thënë Allahu dhul Xhelal i ka 99 emrat e bukur. E një prej emrave të bukur të Allahu dhul Xhelal është edhe emri El-Afuf, që ka kuptimin Allahu dhul Xhelal fal shumë. Edhe Allahu dhul Xhelal e ka përmendur këtë emër që Zoti është Afuf, fal, në disa vende në Kur'an apo në disa ajete kuranore. E një prej tyre Allahu dhul Xhelal thot: "Inna Allaha kana afuwan ghafura." Më të vërtet, Allahu dhul Xhelal është falës dhe mëshirues. Të dashur vëllezër, emri El-Afuf, emri Allahu dhul Xhelal El-Afuf e ka rrjedh nga fjala af në gjuhën arabe, që ka kuptimin me fshin, me zhduk gjurmët të cilët i kinalon. E kur jemi të emri Allahu dhul Xhelal Afuf, do të thotë që Allahu dhul Xhelal kur e fal robin, kur e fal një besimtar musliman, do të thonë ja fal gjunahet, por ja fshin gjunahet krejt, sikurse mos mi pas bën hiç ato gjunahe. I fshin gjurmët e gjunaheve dhe çka Allahu dhul Xhelal nuk do ta merr në llogarim për të gabime apo gjunah që i ka bërë. Edhe nuk do t'ja rikujton më robit vet këto gabime apo këto gjunah. Pra Allahu dhul Xhelal është El-Afuf, do me thonë që i fshin gjunohet tona, edhe prej çka?
prej regjistreve të veprave tona. Ne dim se çdo person ka me lajke në krahët që i shkruajnë veprat e njeriut. Kiramen katibi ya'lamuna ma taf'alun. Kiramen katibi, ato di gjithçka që bën. Ato vetëm shënojnë. Dhe çdo njeri kur të dalë para Allahut xhelal do të jetë me regjistrin e veprave të vetë. Allahu xhelal thot në Kur'an: "Wa jaa kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid." Dhe do të vjen çdo njeri, kullu nafs, çdo shpirt, çdo njeri do të vjen me grasin e vet, i cili do ta kap një me lajke, pra ditën e gjykimit do të njeriu do të ketë 2 me lajke. Një me lajke e cila do ta kap njeriu dhe do ta çon drejt vendit të llogarisë, ku do dalë para Allahut xhelal në llogarisë. Dhe një me lajke i cili do ta bartë librin e veprave të njeriu, regjistrin e veprave. Po, njeriu, ku them këtë Allahu xhelal i fshin gjunat dhe gjurmët e gjunave. Pra nëse Allahu xhelal ka fort, i ka pa af, edhe ne përdorim fjalën af dhe magfiret. Allah e konf af dhe magfiret. Pra Allah ja fal gjunat, ja fshin gjunat dhe prej regjistër. Ka thonë dietarët, kanë e ka pa Allahu xhelal af. Më thonë ja ka fshin gjunat dhe gjurmët e gjunat. Do të ketë njëri i cili kur vinç me regjistrin e veprave që me lajka me dhon llogari pra Allahu xhelal, thot Allahu ja ka fshin ato punë të këqija prej regjistrit. Ja ka fshin gjunat, ja ka fshin gabimet, e ka bërë af. Dhe çka? Jo vetëm kaq. Ne kemi edhe me lajë të shmitar, që dëshmojnë për punën që kanë bërë. Thot Allahu xhelal e bën që edhe me lajja me i harrua të gjunat apo gabimet që ka bërë. E ban që edhe me laqja me harrua gjunat apo gabimet që ka bërë. Të dashur vëllezër, e kemi shansën dhe mundësi që ne me konë pjesë e kësaj, që Allahu xhelal me një fshinje të gjunat apo gabime apo të mëta që kemi pas tash në këto ditë. Në çatin e natën e katërt. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra mësoj bashkëtorën e vet që çka me lut Allahu xhelal pra thuj o Allah ti e fal, ti je ai i cili i fshin gjunat, i shduk gjunat dhe nuk lën asnjë gjë. Pjesa e dytë e hadithit është tuhibbul af ose të don fal. Për një e një gjithësinë të rikutët e Zotit ose ti e fal, dhe çka Zoti e don fal. Të dashur vëllezër, në rase ka rase që ne të kujt e falni me gabimin që ne ka bënë pa drejtësi. Ama çat gabimin, çat zullumin apo pa drejtësi që ne ka bënë kjo harron në sinë. Si harrojnë, të nda në falë apo si harron gabimin. Edhe ka pasohet janë përmejnë ata, kjo e shkan ke bo. Kjo bo pa drejtësi, ose e përmejnë me tjera. Edhe ka rase që njeriu dikujt ja falë gabimin gjunat. Edhe si ja përmejnë më. Si për nësë me pasë më që. Ka do t'i këshin e zullon. I pa drejtësi, i gabim, ama ja ke falë edhe më kërës ja përmejnë. E në shkëta e dojna, që të dhe njerëzje në punja e përmën e kujna i pa drejtësi. A o shkët e dojna që nëse t'i kush në falë, me në i falë atë edhe nëse në përmejnë marë në kërë. Edhe njëri kër e pani gabim ka kefno, atë gabimi nëse të ndohë nësë me përmejnë në kërë. Mund të sjell një shembull që Allahu xhelal ka sjellë në Kur'an me rastin e Jusufit alayhis salatu wassalam. Ne dina që Jusufit alayhis salatu wassalam vllazërit e vet i banë pa drejtësi, i banë zullum. Dhe vullën punova. Edhe kita ka sprova që janë pastaj burgu e atë në Egjiptosit u shit si sklav, këto ishin si shkak i padrejtësisë dhe zullumit që janë vllazërit e vet. Po shikoj në vëllezër, edhe kjo në këtë mësim për neve nëse dëni familjar, dëni vlla, dëni shok, dëni dashamirë të ka konë dhe një padrejtësi, të bëhëm edhe nësi Jusufi alayhis salatu wassalam. Pas shumë sprovave dhe shësive me të cilët u përballë Jusufi alayhis salatu wassalam, i takoj vëllezërit e vet.
Por në rastin e parë, kur i takoi vllazërit e vet, Jusufi vaponi me dije vllazërit e vet se padrejtinë dhe zullumi që e ka kohë vllazërit e vet nuk e ka harruar. Nuk e ka harruar gabimin që e ka kohë. Mirë po, kur takua, çka i tha? Qala la تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم. Thaj, sot nuk ka qërtim për i këtë. Pa po ja kujtona, sot së qërton. Jo, që akë një po me muë, pa drejtësi, pa unës, sot nuk po ju qërton. يغفر الله لكم, unë e do zotin që ju e që falë Allah në gjenë. Vëllë zot, parë me ndërën që pa drejtësi i ka po vëllëzët e vetë. A sot ne nështë në folmi me vlaun për 1 metrë e vena, të këdut, ose pse në ka thonë në isha në i muhabet në i hajgare, pak, da shë kanë dje vetën të fëndu me dhe, si flasë vëllatë me vitë. Ose për qështë shumë atë vëllë se sa, pa drejtësin që ja banën, Jusufet e Alisran të vëllëzën të vetë. Po Jusuf e kysh momentin në rasën e muhakma, qka tha? Sot nuk ka logaritën. Pra nuk ju madhë në logaritë, pëse ju nga banë qështë në, Qka më kini bojë muë, a shë sot kini ra në kam të mija, unë jam të jeni muë, kini e ra në zërtëm? Ja, ta sot nuk ka logaritën, ja, si marë në logaritën. Unë e të zotin që juve me ju falë. Dhe qka Jusufi a.s. ju përëntoj vllaznive vetë se ma këtë gabim që kanë po, vllaznive vetë dhe ti nuk ka me vapërmenjë më kohë. Nuk ka me vapërmenjë më asnjë. Edhe këtë e shnoj Jusufi a.s. Pasi që vllazit më shumë në kjene, krinë e Palestinë, e morën edhe babën e Jusufit a.s. dhe nonën edhe epën në Egjipt. E kur epën në Egjipt, një radhë në sejshte, Jusufit a.s. baba nona edhe vllazit. Ta shu realizua jo ëndra e Jusufit që kishë pa, kur i shkon i vogël. Ku i tha babës e, qale ja inni, قال يا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم بالساجدين. فوضى بينهم. Unë kam pa se kënë bon sejgjde, djeli hona edhe në nëti. E kur erdhën pas këtës koha krej që Jusufi i morë babën, nonën edhe vllëzrit në Egjipt i ballatin mbretëror, çka tha? Edhe ati nuk e kujtoj, se të një ashtë asë nuk ja kujtoj vllëzrit e vetë gabimin që kanë. Po çka tha? وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلنا ربي حق. O baba jam, kjo është përmbushja e ëndrës që e kam pa në punit. Sot të përmbush ajo ëndra që e pashë për kesh i vogël, të cilën Zoti tashmë e puni realitet. Pas shumë viteve që kishë parë më thonë, fëmijë kur i shkon Jusufi që në kishë parë këtë ëndër, pra kjo ëndër u bon realitet. Dhe Jusufi, qka Allah dhe tha me bëri mirë mua, me nëzjerin nga burgu, ishte shejtani ajtë që mbjelli armici mes nesh, mes vëzër. Nuk tha, të vëzës në mi, po e shënjë dhe fejtë, tha, mbjelli armici mes nesh. Dhe nuk e përmenja rasin, kur e apotë në vazit në puna. Po tha, vetë e përmenji burgu, tha, ku kam bërë nga burgu. Që në më thonë Jusufi a.s. nuk u a përmenji vllaznive vetë, në më thonë nga bimin që kështë. Të dashë vëzër, s'ka të shumë se të raste, shembulli më i mirë janë pejgamberët e Allahut xhelal. Falës ndaj të tjerë. Ne dimë se pejgamberi a.s. sa padrejtësi e kanë bërë, sa zullumi. Tarifa tjera për gjakën, valore të tarifit, çka tha falë, edhe i shkoi Gjibrili a.s. me lakja e azabit. Thanë, kërkohë, ka ngritur këtë kodër, ti fundosim, ti pyjtim. Tha jo, o Zot, fali se këtë ti. Fali se këtë ti. Pejgamberi a.s. Kër e shlirën Mekë, djerit Mekë, kështë mundësime u hakmarë, ndaj me këri. Para nuk u hakmarë. Po qka? Sot të gjithimi të fatë. Pra kështë shembulli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po shikoje ato dashën e mbyt pejgamberi në a.s. Shpifën mbi pejgamberi në a.s. Mbi ndejt e grusë pejgamberi në a.s. Mbi fëmijët e pejgamberit a.s. Krit në lloj të torturave përsëri pejgamberi a.s. i falë. Pse? Sepse Allahu xhelal Allahumma innaka afuwwun
Allah e dënë falë. Allah e dënë falë. Edhe i dënë ata që falë. Andaj, Zotë në Kur'an thotë, in tubdu khajran au tukhfuhu au ta'fuhu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira. Thotë nëse ju bani ndonjë punë të mirë, qoftë fshehtas ose haptas, dhe nëse fali ndonjë gabim, ndonjë gjuna që është bon, dikuj do më thonë që ka bon një vepër të keqe, Allahu është falës. Inna Allaha wa kana Allahu afuwan ghafura. Me të vërtetë Allah është afu, falës i madh dhe falë. Prandaj të dashur vëllezër, Allahu xhelal kur fol për njerëzit e devotshëm, njerëz që i kanë cilësitë e njerëzve të devotshëm, edhe të cilët do të meritojnë hyrjen në xhenet, çka thotë wal afina anin nas. Dhe që i falin njerëz për gabimet, për të mëkat që i kanë. Andaj, pra duke pasur parasysh këto ajete për adore, këto ngjarje, këto ndodhi bëhen në të tij. Jo për diçka tjetër, vetëm se Allahu xhelal është falës, e don falë. Bëhem edhe ne falës që në mënyrë që Allahu xhelal të na falë. Besoj se të tjetër këna ndjeluar dhe rastin e Abu Bakrit radiallahu anhu. Kur shpifën mbi Aisha radiallahu anha, vajzën e Abu Bakrit, gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Munafikët, e një prej tyre në bon sprov e kësaj fitneje, ishte edhe një njeri me emrin Mistar, i cili ishte fukara s'ka shmëria, edhe të cilin e ushqente e mbante nën stop Abu Bakr. Ne dim se Abu Bakr ka qenë i pasur. Do nën stop vazhdimisht e ka ushqime buk Abu Bakr. Edhe ki filloi me fol për Aisha radhiyallahu anha, për vajzën e Abu Bakr, për gruajen e pejgamberit sa. Asa u hidrua Abu Bakr shumë dhe ja dali dimë, thonë, ma nuk i ndihmoj, nuk e ushqim. Allahu xhelal në zbritja ajetin Kur'anor tha: "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum." Pra, le të fali dhe le të mëshironi. Pra, mos ja zonë për të madhe, ati që ka fol, a nuk doni ala an yaghfira Allahu lakum? Pra nuk doni që Zoti me ju falë juve, pra kush është që nuk donë Allahu me falë. Andaj Abu Bakri kur shpall kjo ajet Kur'anor, çka tha, vallahi sigurisht se du Allahu më falë. Sigurisht se dua Allahu më falë. Andaj unë do ta vazhdoj ndihmën time ndaj Mistar, edhe pse ai ka shpifur ose ka folë për vajzën. Të dashur vëllezër, raste dhe shembull ka të shumë. Raste dhe shembull ka të shumë, por pa ju lodhë dhe pas jo më shumë, me që jemi në fundin e Ramazanit dhe në prag të natës e kadrit, shpresoj që të jetë nata e 27, son të është nata 25. Unë edhe të kisha përmendur vetëm një veprim të Omerit radiallahu anhu që ka bërë në natën e kadrit. Omeri radiallahu anhu në natën e kadrit ka dalë në xhami. Edhe i ka drejtuar njerëzve në xhami, ka thonë: "O ju njerëz, në këtë natë ju kam falur gjithë atyre të cilët më kanë bënë ndaj padrejtësi. Edhe nuk do të marr inat me asnjë. Pra krejtë i kam falur dhe s'kam me marr inat për kërkan që dikush më ka bënë ndaj padrejtësi." Dhe çka? Pastaj do i ngritë durt nga qielli dhe thoshte: O Zot, unë u tregova falës, andaj më falni. O Zot, pra unë u tregova falës, ka bënë Allah krejtëve, andaj kërkoj që edhe ti o Zot më falni. Dhe shikojmë të hadithi që thamë fillim, Aisha që e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në fund në shutja: "Fa'fu anni, o Zot falni." Falni. Andaj të shkojmë lutje në këtë natë që Allahu xhelal të na falë. Pashno Sufjan al-Thawri, një prej tabiinëve të njohur, të urtë, të ditur, të menjë që ka thënë shumë: "Unë në natën e kadrit nuk kam lexuar ndonjë lutje tjetër përveç se çdo moment e kam thonë këtë lutje.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës dhe do të falit me falë. Pse? Sepse kjo ka qenë lutja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka qenë lutja e tij. Andaj ti drejtohemi Allahu xhelal me lutje që Allahu xhelal të na falë. Por para se ti drejtohemi Allahu xhelal që Zoti na falë neve, dhe bëhemi si Omeri radiallahu anhu, i cili tha o Zot, nuk i kam falë të gjithë, nuk do të bëj inat me asnjë, andaj falem edhe ti. Allah është falës, pra do të falem që ne të jemi falës dhe të lutim Allahun që na falë. Allah shpëton në bashkë dawana alhamdulillahi rabbil alamin.